Kush thot duan e hyrjes në treg. A keni parasysh atë duan që quhet duaja milionerit? Thot kush hyn treg dhe thot la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yuhyi wa yumit bi yadihi al-khayr wa huwa bi yadihi al-khayr yuhyi wa yumit wa huwa al-hayy la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e bën këtë dua thot kur futet në treg i shkruan 1 milion sevabe, i fshihen 1 milion gjunahe, subhanallah. Se pra asgjë mos bësh, shkoj herë nga pazari, bëj këtë dua në ditë, mos blej asgjë. Thot dhe i ndërton Allahu një shtëpi në xhenet. Dhe i ndërton Allahu një shtëpi në xhenet.